Kush është i zoti i shtëpisë? Kush duhet ta udhëheq një familje? Burri dhe gruaja janë të barabartë. Ndoshta nesër do të shohim kërkesat për të drejtat e burrave. A është aty i zoti i shtëpisë? Unë jam i zoti i shtëpisë. Në 2 natës, a jeti i zoti i shtëpisë? Nëse e fal namazin, e agjeron Ramazanin, e ruan nderin, e respekton burrin, cili është përblimi i kësaj gruaje? Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahu subhanahu wa ta'ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, me lejen e Allahut azza wa jall, vazhdojmë së bashku në hijen e temave të cilat janë të rëndësishme për besimtarin, janë të rëndësishme për besimtaren. Ne si musliman duhet t'i njohim ato, duhet t'i dim ato, duhet të mundohemi të jetojmë nën kufit e fesë Allahut azza wa jall, të jetojmë në atë mënyrë që na urdhëron Allahu azza wa jall, në atë mënyrë që na porosit, na nxit, na udhëzon Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Jemi së bashku në kapitullin e martesës, ku kemi thënë disa fjalë prej fillimit të saj, ku Islami nxit në martesë, mënyrën e cila duhet të arrihet martesa ndërmjet besimtarit dhe besimtares, nikahu i cili duhet të bëhet duke realizuar kushtet, shtyllat dhe çdo gjë që kërkon nikahu, darsma, ceremonia e cila bëhet si shenjë gëzimi, manifestimi në lidhje me martesën e dy të rinjëve, derisa kemi arritur në realizimin e martesës, ku tash i riu dhe e reja janë bashkëshort, janë burr edhe grua ndërmjet tyre, gjërat e tyre janë të caktuara, kufijt e tyre janë të vendosura në bazë të argumenteve të fesë së Allahut azza wa jall. Mirë po, megjithse martesa ka lumturi, martesa ka harmoni, martesa ka gëzime edhe kënaqësi, martesa ka shumë të mira dhe shumë bereqet. Mirë po, megjithatë, besimtari dhe besimtarja duhet ta kenë parasysh që në martesë mund të ketë të mira, mund të ketë shumë gjëra pozitive, mirë po në raste të caktuara mund të ketë edhe ndonjë gabim, mund të ketë edhe ndonjë lëshim, mund të ketë edhe ndonjë sjellje jo të duhur, mund të ketë edhe gjëra negative. Andaj, për të jetuar në një martesë ashtu si kërkohet, ashtu si duhet, për të jetuar në një martesë të lumtur ndërmjet dy bashkëshortëve, besimtari dhe besimtarja duhet t'i ketë parasysh të drejtat, ato të drejta që ua ka caktuar atyre Allahu azza wa jall. Në sa raste ndodhin probleme, apo si mund të jetë një jetë ndërmjet dy të martuarve pa probleme? Zakonisht problemet ndodhin kur burri apo gruaja nuk e di vendin e vet, nuk i di të drejtat e veta, apo i di dhe i kalon
ato të drejta i kalon ato kufi që janë të caktuara për ta. Në sa raste ka ndodhur në histori që buri edhe gruaja, bashkëshorti dhe bashkëshortja kanë jetuar 20 vite, 30 vite dhe në fund pa probleme të theksuara. Mund të kenë ndonjë fjalë, ndonjë gjë më të thjeshtë, mirë po pa probleme të mëdha. Për çfarë arsye? Si mund të ndodh një gjë e tillë? A di si ndodh një gjë e tillë? Ajo ndodh vetëm atëherë kur burri e di vendin ku i takon si burr dhe nuk ndërhyn në çështjet që nuk i takojnë atij. Dhe gruaja e di vendin e saj ku i takon si grua dhe nuk ndërhyn në atë që nuk i takon asaj. Megjithse sot janë ngatruar gjërat. Megjithse sot është një tollovi e madhe familjare në mesin e të martuarve. Për çfarë arsye? Nga se sot të drejtat ua sugjerojnë, ua propozojnë, ua lavdrojnë, i nxitin në të drejtat të caktuara njerëzit dikush tjetër. Sot mediat mundohen që të tregojnë, të flasin për të drejtat e grave. Cilat të drejta? Ato të drejta që mundohen ato t'u sjellin kinse. Por të drejta, një gjë e tillë, një nxitje e tillë nuk është për vetë se për prishjen e familjes, për shkatrimin e saj, për të sjellur probleme në mesin e burrit edhe gruas, apo thënë thjesht për ta marrë në përkam pozitën që i takon burrit. Dhe aq shumë është folur për të drejtat e grave në media, në çdo gjë, në emisione të ndryshme, në nxitje dhe në nxitje për të drejtat e grave deri në atë shkallë sa që për një kohë shihet që mund të rrotullohen gjëra deri në atë shkallë që ne ndoshta nesër do të shohim kërkesat për të drejtat e burrave, të drejtat e grave dhe në fund ku mbeten të drejtat e burrave? Cilat të drejta? Besimtari dhe besimtarja nuk kërkon të drejta që ja caktojnë të huaj, që ja cakton Evropa, që ja caktojnë vendet e modernizuara, vendet e civilizuara, feministet e ndryshme, të cilat kanë qëllime me prapavija të tjera, nuk i kërkon të drejtat e tilla. Cilat të drejta na takojnë neve? Burrit i takojnë të drejtat që ja cakton Allahu Azza wa Jall. Dhe ti si musliman nuk guxon të mos jesh i kënaqur me ato të drejta. A ka thonë Allahu po? Po kry, elhamdulillah. Dhe gruaja dhe besimtarja duhet të jetë e kënaqur me të drejtat që Allahu ja ka caktuar asaj dhe mos të kërkon atë që nuk i takon. Dhe argumentet e Kur'anit dhe Sunetit janë të qarta dhe janë në atë mënyrën e cila i jep njeriut jetë, i jep njeriut harmoni, i jep njeriut lumturi. Kështu Allahu Azza wa Jall i ka caktuar gjërat në mënyrë që ne të jetojmë në mënyrën më të mirë dhe të duhur në jetën tonë martesore. Atëherë së pari Allahu Azza wa Jall na tregon kush është i Zoti i shtëpisë? Kush duhet ta udhëheq një familje? Kuj duhet t'i mbetet fjala e fundit në familje, në përgjithësi, dhe jo në raste të caktuara të veçanta. Thot Allahu Azza wa Jall: "Er-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa." Burrat janë ata që i udhëheqin gratë. Burrat janë ata që i udhëheqin gratë. Burrat janë të zotët e shtëpisë. Ata udhëheqin në familje. Dhe pas kësaj fjale të Allahut nuk i takon as një muslimanes në botë që të thot ma ndonjë fjalë tjetër. Për çfarë arsye? Për arsye se kështu thot Allahu, ai i cili e ka krijuar edhe burrin edhe gruan, dhe ai e di më mirë se cilit çfarë dhe kur i takon. Burrat janë të zotët e shtëpisë. Ai e udhëheq familjen. Për çfarë arsye? Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd.
për arsye se Allahu ju ka dhënë burrave ndonjë gjë më shumë se grave. Në çfarë aspekti? Në aspektin psiqik. Së pari në aspektin psiqik, burrat në përgjithësi dhe jo në raste. Ndoshta një grua mund të jetë më shumë se një burr i caktuar, një me një, mirë po, në përgjithësi burrat më shumë i analizojnë gjërat, i mendojnë gjërat dhe nuk i udhëheq emocioni. Gratë më shumë i udhëheq emocioni. Burrat në këtë aspekt, gjithashtu dhe në aspektin fizik. Në aspektin fizik, burrat janë më të fuqishëm se gratë. Burrit i takon edhe në raste mirësie, edhe në raste fatkeqësie. Kush është i zoti i shtëpisë? Burri. Jo me të drejtat e reja, moderne, burri edhe gruaja janë të barabartë. Kush është i zoti i shtëpisë? Edhe burri edhe gruaja. Dhe ti shkon të dera, i bie derës, o i zoti i shtëpisë, del gruaja. A është aty i zoti i shtëpisë? Unë jam i zoti i shtëpisë. Ndryshimi i gjërave, në rregull, ti je i zoti i shtëpisë. Me ba me ndonjë trokitje natën në 2 të natës, një trokitje e fuqishme, o i zoti i shtëpisë, në 2 të natës, a jeti i zoti i shtëpisë? Me ba me hi hajnat, a jeti? Me ba me pas ndonjë hasëm, a jeti? Me ba me pas ndonjë problem, a del ti e para? Me ba me pas ndonjë luft, kush janë në rresht të parë, burrat apo gratë? Burrat. Por çfarë arsye? Allahu a ka dhënë disa gjëra më shumë se grave. Bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'd. Dhe kjo nuk ka të bëj asgjë, as nuk është nënçmim, as nuk është ofendim, as nuk është, secili në vendin e vet. Wa bima anfaqu min amwalihim, dhe për shkak se burrat janë ata të cilët paguajnë, ata të cilët shpenzojnë. Burri e mban familjen, burri shpenzon për harxhimet e shtëpisë, burri investon për bashortën, për fëmijët e vet. Burri është ai i cili kujdeset në gjitha këto aspekte. Andaj Allahu Azza wa Jall këtë përparësi i dha burrit. Ndërsa gruaja pajtohet, gruaja besimtare, gruaja muslimane, është e pajtuar me çdo gjë që e thot Allahu dhe që e thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj e drejta e burrit është e madhe. Haku i burrit është i madh në kohën që shumë gra muslimane i kanë haruar fjalët e Allahut dhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe shkaku i thirrjeve moderne në shumë raste janë në përplasje të madhe me burrat e tyre. Shikoje dhe dëgjoje një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili tregon për vlerën dhe rëndësinë e bashkëshortit në Islam. Burri e ka këtë pozitë në Islam. Sa do që të ketë thirrje, sa do që të ketë organizime, sa do që të mundohen të tjerët ti marrin në përkam gjërat që i ka caktuar Allahu, ky është Islami. Dhe këto drejta, ne do të vije koha që do të flasim edhe për të drejtat e grave, çka ju ka caktuar atyre Islami. Mirë, po për momentin fjala është te haku i burrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: si kur ta kisha urdhëruar dikand t'i ban sejdë dikujt. Para mendoje, muslimani kujt i ban sejdë? Vetëm Allahut Azza wa Jall, nuk për ulet për dikant tjetër. Ti bie në sejdë, ballin tënd, krenarin tënde e zbret në tokë, vetëm për hir të Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: sikur ta kisha urdhëruar dikant ti ban sejdë dikujt, ajo nuk lejohet, ajo nuk ban. Mirë, po sikur ta kisha lejuar, ta kisha urdhëruar dikant që ti ban sejdë dikujt, do ta kisha urdhëruar gruan
ti ban sejdë burrit. Subhanallah, për çfarë arsye? Për arsye se haku i burrit është i madh. Dhe këtë nuk e themi ne, këtë e thot Allahu dhe këtë e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, derisa shpërblimi i saj, nëse ajo jeton në atë mënyrë që kërkon Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shpërblimi i saj është i madh. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një grua i fal 5 kohët e namazit, e agjeron muajin e Ramazanit, e ruan nderin e saj, e respekton burin e saj, kjo është një grua besimtare, një grua muslimane, e cila i ka këto cilësi: namazin e fal, Ramazanin e agjeron, nderin e ruan, bashkëshortin e respekton. Cili është shpërblimi kësaj gruaje? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i thuhet asaj në ditën e gjykimit: udkhulil janna min ayi abwabiha shit, hin në xhenetin e Allahut nga cila do derë e xhenetit të duash. Subhanallah, ky është shpërblim madhështor. Çka të ofrojnë grad feministe? Çka të ofrojnë sot të modernizuarat e dështuara? Çka të ofron sot bota e civilizuar? Çka të ofrojnë ty si muslimane mediat e ndryshme? Ky është shpërblimi. Nëse e fal namazin, e agjeron Ramazanin, e ruan nderin, e respekton burin, cila është arritja në ditën e gjykimit, hyn në xhennet. Jo hin në xhennet, hin në xhennet nga cila do derë e xhenetit që të duash. A ka arritje më të madhe? A ka shpërblim më të madh? Këto janë porosi, mësime, këshilla nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të cilat duhet të nguliten në zemrat e besimtarit dhe besimtares, dhe të jetojmë nën kufit e Allahut azza wa jall. Ne lutim Allahun azza wa jall, Allahu të na bën prej atyre që nga fjalët që i dëgjojmë marrim mësim edhe i praktikojmë. آمين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.